Isaac Newton u mbështet në punën e shumë shkencëtarëve që erdhën përpara tij, përfshirë edhe ata nga Andaluzia gjatë periudhës së artë të shkencës islame, shekujt 8 dhe 15. Disa prej shkencëtarëve më të mëdhenj andaluzian që ndikuan në zhvillimin e shkencës dhe përjedhoi edhe në punën e Newtonit janë Ibn al-Haytham 965-1040. Edhe pse me origjinë nga Basra, Irak, ai kaloi një pjesë të jetës në Andaluzinë intelektuale dhe ndikoi shumë në optik. Libri i tij Kitab al-Manazir, libri i optikës, vendosi bazat e optikës moderne, mbi të cilat më vonë punoi edhe Newtoni. Ibn Rushd, Averroes, 1126-1198. Filozof dhe shkencëtar andaluzian nga Cordoba, i cili komentoi gjerësisht Aristotelin dhe ndikoi në mendimin europian. Ndikimi i tij në mekanike dhe filozofi natyrore ishte i rëndësishëm për shkencëtarët e mëvonshëm. Al-Zarawi, 936-1013. Mjek dhe kirurg i madh nga Cordoba, i njohur si babai i kirurgjisë moderne. Megjithëse nuk lidhet drejt për drejt me Newtonin, ai kontriboi në metodologjinë shkencore që u zhvillua më vonë në Europë. Ibn Bayah, 1085-1138. Një tjetër mendimtar nga Andaluzia, i cili diskutoi idetë mbi lëvizjen dhe filozofi natyrore, që ishin paraardhëse të teorive të Galileos dhe Newtonit. Ibn Tufail, 1105-1185. Shkrimtar dhe filozof që hodhi ide mbi natyrën dhe eksperimentimin, duke ndihmuar në zhvillimin e shkencës në perëndim. Edhe pse Newtoni u mbështet më së shumti te Galilei, Kepleri dhe Descartes, ai gjithashtu trashëgoi një traditë të pasur shkencore që vinte nga Andaluzia dhe nga shkencëtarët e mëparshëm musliman. Shkenca në Andaluzinë islamike, shekujt e 8 dhe të 15, ishte një nga periudhat më të ndritura të zhvillimit shkencor në histori. Në sundimin e dinastive si Umajadët e Kordobës dhe më vonë Almoravidët dhe Almohadët, Andaluzia u bë një qendër e madhe intelektuale, duke shërbyer si një urë midis lindjes islame dhe Europës së krishterë. Përparimet shkencore kryesore në Andaluzinë islame. Shkencëtarët andaluzian kontribuan në fusha të ndryshme si mjekësia, astronomia, matematika, optika, filozofia dhe inxhinieria. Ata përkthyen, ruajtën edhe zhvilluan njohuritë e lashta greke, persiane dhe indiane, të cilat më vonë ndihmuan në rilindjen europiane. Mjekësia. Al-Zahrawi, 936-1013, i njohur si babai i kirurgjisë moderne, ai shkroi Al-Tasrif, një enciklopedi mjekësore me 30 vëllime që u përdor në Europë për shekuj. Ai shpiku mjete kirurgjikale dhe metoda që përdoren ende sot. Ibn Zuhr, 1094-1162, një nga mjekët më të mëdhenj të kohës, i cili bëri përparime të rëndësishme në diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të brendshme. Astronomia dhe matematika, Al-Zarqali, 1029-1087, një astronom i shquar nga Toledo, i cili përmirësoi astrobalin dhe bëri korrigjime në tabelat astronomike që më vonë ndihmuan në punën e Keplerit dhe Kopernikut. Ibn al-Khatib, 1313-1374, një polimat që përmendi konceptin e infeksioneve dhe përhapjes së sëmundjeve përmes ujit dhe ajrit. Al-Majriti, 1007, përmirësoi algoritmet matematikore dhe ndihmoi në përhapjen e sistemeve numerike indiane në Europë. Filozofia dhe shkencat natyrore. Ibn Rushd, 1126-1198, një filozof dhe shkencëtar nga Cordoba, i njohur për komentet mbi Aristotelin. Ai ndikoi shumë në mendimin europian mesjetar. Ibn Bayah, 1085-1138, u lumtoi mbi lëvizjen dhe konceptin e forcës, ide që u zhvillua më vonë nga Galileo dhe Newtoni. Ibn Tufail, 1105-1185, autori i romanit filozofik Haya ibn Aishzan, që parashikoi idenë e shkencës eksperimentale. Metoda shkencore dhe përhapja në Europë. Shkencëtarët andaluzian bazoheshin në eksperimentim, vëzhgime dhe analizë. Ata nuk i pranonin idet verbërisht, por i testonin dhe i zhvillonin më tej.
Shkollat edhe bibliotekat, si Biblioteka e Kordobës dhe Universiteti i Al-Andaluzit, ishin qendra të mëdha dijesh. Përkthimi i teksteve shkencore arabe në latinisht nga qendrat si Toledo ndihmoi në rilindjen shkencore të Europës. Rënja e shkencës në Andaluzinë islame. Pas shekullit të 8 me pushtimin e qyteteve të Andaluzisë nga krishterët dhe rënjen e fundit të Granadës në 1492-shin, shumë nga dietarët musliman u larguan ose u detyruan të konvertoheshin. Inkuizicioni spanjoll shkatërroi shumë vepra dhe biblioteka, duke ndalur përhapjen e njohurive në atë rajon. Trashëgimia e shkencës andaluziane. Dietarët e Andaluzisë ndikuan fuqishëm në Europën e mëvonshme. Nëpërmjet përkthimeve dhe kontakteve kulturore, idetë e tyre ndihmuan në krijimin e bazave për revolucionin shkencor të shekullit të 17, ku shkencëtarë si Galileo, Kepler dhe Newton përdorën teoritë e tyre si piknisje. Në përfundim, Andaluzia islamike ishte një qendër e madhe shkencore që ndihmoi në ruajtjen edhe zhvillimin e dijes, duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në evolucionin e shkencës botërore.